Komunikimi midis vjerës dhe nusës është një aspekt shumë i rëndësishëm për harmoninë dhe stabilitetin në një familje. Marrëdhënia e tyre mund të ndikojë pozitivisht ose negativisht në atmosferën familjare, duke qenë se të dyja luajnë një rol kyçe në jetën e një personi të përbashkët, bashkëshortin dhe djalin. Disa pika kyçe për të përmirësuar dhe mbajtur një komunikim të shëndetshëm midis vjerës dhe nusës janë: respekti reciprok. Respekti është themeli i çdo marrëdhënieje të shëndetshme. Vjera dhe nusja duhet të respektojnë njëra tjetrën, si për rolet që kanë në familje, ashtu edhe për personalitetin e tyre. Vendosja e kufijve të qartë. Një komunikim i hapur për kufijt dhe pritshmëritë është i domosdoshëm për të shmangur keqkuptimet. Çdo antar e familjes duhet të di kufijt e saj në çështjet e përditshme, si dhe t'i respektojë ata. Empatia. Përpjekja për të kuptuar ndjenjat dhe këndvështrimet e njëra tjetrës është thelbësore. Një vjerë duhet të kuptojë presionet dhe sfidat që një nusë mund të përballet dhe nusja duhet të kuptojë eksperiencat dhe shqetësimet që një vjerë mund të ketë. Komunikimi i hapur dhe i sinqert. Problemet mund të lindin kur ka mungesë komunikimi ose keqkuptime. Bisedat e sinqerta dhe pa agresivitet ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve përpara se të përshkallëzohen. Mirënjohja dhe falënderimi. Një fjalë e mirë dhe mirënjohje nga të dyja palët mund të forcojë marrëdhënien. Vjera mund të vlerësojë përkushtimin e nusës për familjen, ndërsa nusja mund të shprehë mirënjohje për mbështetjen e vjerës. Një marrëdhënie e mirë midis vjerës dhe nusës mund të ndërtohet përmes vëmendjes dhe përkushtimit ndaj komunikimit të shëndetshëm. Një marrëdhënie e mirë mes vjerës dhe nusës është një familje e mirë. Një marrëdhënie e mirë e gjithë familjes, meqense edhe bashkëshorti apo burri është midis dy personave të rëndësishëm të jetës së tij, nënës dhe gruas.